elita e pare besimtarëve, sahabët, ato janë edukuar në këtë hije të këtyre teksteve hyjnore. Edhe ato tekstualisht një herë janë eduku kështu. Pastaj edhe praktikisht. Për shembull, kemi një rast, hadithin e transmeton Muslimi nga Omer ibn Khattabi, ai kur tregon se kur ka ardhur një njeri, ka qenë Xhibrili alayhis salam, e përshkruan atë. Mirë po, neve që na intereson tani është se si është ul Xhibrili pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe gjunjët e tij i ka pas përballë gjunjëve pejgamberit alayhis salam. Dhe duart e tij, shuplakat i ka vënë në mbi kofshët e tij. Kretë sahabët që kanë qenë prezent e kanë pa se si Xhibrili po vjen para një dietari, para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe atë këtë kanë marrë, kanë pas dobi nga kjo ulje, si ulet pranë një dietari. Pastaj, prej rasteve nga sahabët në praktikën e tyre, mund të veçojmë rastin me Ibn Abbasit. Ibn Abbasi radiallahu anhu, Ibn Abbasi i kanë thonë detin e dije. Megjithatë kur e ka pas Zeid ibn Thabit, ka qenë në devën e tij, ka ardhur e ka marrë për kërpeshin e devës, për atlitarin. Edhe Zeid ibn Thabit ka thonë, lëshoja atë, çfarë po bën, thot Ibn Abbas, kështu jemi urdhëruar të veprojmë me dietarët tanë. Ka qenë një shembull kjo, Ibn Abbasi si e respekton Zeid ibn Thabitin si në mesin e dietarëve të sahabëve.